Dhe shpresoj shumë që të mbani fjalën për afatet, edhe për interesin tuaj, edhe për tonin, dhe ndërkohë një korrigjim vogël do t'i bëja shefit madh, kur tha që Shqipëria është treg i vogël. Shqipëria është treg i vogël, por Shqipëria është një pikë me një kapacitet më strategjik, sepse dihet ju do të prodhoni këtu nga era dhe do eksportoni. Kështu që tregu juaj është Europa. Apo jo? Se po mos ishte Shqipëria kaq e rëndësishme potencialisht, kinezët që janë civilizimi më i vjetër edhe tregtarët më të pa diskutueshëm nuk do i kishin vënë syrin dhe s'do e konsiderojnë Shqipërinë si pikën e mjaltit në gjithë Europën. Apo jo. Kështu që duke u bazuar tek mençuria miraveçare e Kinës, edhe duke u bazuar tek eksperjenca dhe uria përfitime e Amerikës, ne jemi fiks vendi i dur, në kohën e dur për ju edhe për të gjithë të tjerët që duhet të vinë këtu në këtë treg të vogël për të kapur tregun e madh që është jashtë kufive të këtij vendi të vogël. Shumë faleminderit.